Ato kanë qenë tabela diplomatike, BG, që është verifikuar që janë të ambasadës kineze. Kush fshihet prapa lëvizjes anti-islame në Kosovë, Serbia apo gjërat janë akoma më të thella, aq sa infiltrojnë edhe Kinën. Bojk Breca, njëri nga themeluesit e lëvizjes anti-islame, ka bërë disa deklarata që duhet t'i alarmojnë institucionet shtetërore dhe prokurorinë. Pajazit Ashari, themeluesi i lëvizjes anti-islame, del bashkëpunëtori sërbe, themeluesi i organizatës Budoknost me Nebojša Vujovićin dhe Miloš Vujovicin. Themeluesi i të ashtuquajturit lëvizjes anti-islame në Kosovë, Pajazit Ashari, del të jetë bashkëpunëtori sërbe dhe i cili ka krijuar skema të ndryshme të organizatave me të cilat financohet nga Serbia dhe nga mbërime të tjera, por me synim për të ruajtur interesat e serbëve dhe Serbisë në Kosovë. Miloš Vujović është njeriu kryesor në gjitha organizatat e veriut, disa organizatave që veprojnë në fushë Kosovë dhe Graçanicë. Ai ka komentuar edhe veturën me targa të Beogradit, e cila u filmua në oborin e kishës së Llapushnikut, duke thënë se me atë veturë nga Beogradi kishin ardhur njerëz nga ambasada kineze. Ato kanë qenë tabela diplomatike, BG, që është verifikuar që janë të ambasadës kineze. Të ambasadës kineze. Po pse ka qenë ambasada kineze aty? Vetëm pak, lutem.